Përshëndetje të gjithëve. Sot dua t'ju tregoj një shtrat spitalor që mora për periudhën e rikuperimit pas operacionit tim në shtyllën kurrizore. Bëra një operacion të quajtur spinal fusion dhe ky shtrat më ka ndihmuar jashtëzakonisht shumë gjatë procesit të shërimit. Shtrati është shumë komod dhe ka disa veçori që e bëjnë jetën më të lehtë. Së pari, më pëlqejnë shumë farmakët anësor. Ata më ndihmojnë të qëndroj sigurt në shtrat dhe, kur dua të kthehem anash, mund të kapem prej tyre dhe të rrotullohem pa vështirësi. Farmakët janë në të dy anët, kështu që ndihma është e barabartë nga çdo krah. Një nga veçoritë më të mira është kontrolli elektrik i pjesës së kokës dhe këmbëve. Me një shtypje të thjeshtë butoni, pjesa e kokës ngrihet lehtë dhe mund të rregullohet në pozicionin që dua. Kjo më ndihmon shumë, veçanërisht kur dua të ngrihem nga shtrati. Zakonisht rrotullohem anash. Shtyp butonin dhe shtrati ngrihet duke më sjellë në një pozicion pothuajse ulur rreth 75 gradë. Kështu mund të ngrihem pa shumë përpjekje dhe pa dhimbje. Një tjetër gjë që më pëlqen është se pjesa e këmbëve mund të kontrollohet veçmas. Nëse dua, mund t'i ngre pak këmbët ose t'i ul fare, në varësi të mënyrës si ndihem më rehat. Unë rrallë e çoj në maksimum, sepse ngrihet shumë lart, por është mirë që ekziston kjo mundësi. Shtrati gjithashtu mund të ngrihet ose të ulet në lartësi të ndryshme. Mendoj se pozicioni më i ulët është rreth 13 inç, ndërsa më i lartë i shkon shumë më sipër. Kjo është e dobishme kur dikush më ndihmon, ose kur dua ta pastroj dyshekun. Motorët e tij janë shumë të qetë, pothuajse pa zhurmë, dhe kjo e bën përvojën më të këndshme, sidomos gjatë natës. Telekomanda është e gjatë dhe praktike. Mund ta mbaj pranë meje dhe të kontrolloj çdo pjesë të shtratit pa u munduar. Thjesht shtyp butonin për ngritjen e kokës, këmbëve, ose për të lëvizur të gjithë shtratin lart ose poshtë. Gjithçka funksionon butë dhe pa zhurmë. Farmakët anësor mund të ulen lehtë, nëse dua të dal nga shtrati ose të hyj më kollaj. Janë të fortë, të qëndrueshëm dhe japin ndjesi sigurie. Për sa i përket dyshekut, ai origjinali ishte pak i fortë. Ndaj vendosa të shtoj një dyshek shtesë 3 inç të trash. Zgjodha madhësinë twin dhe përputhet shumë mirë me shtratin. Tani është shumë më i butë dhe më i rehatshëm për gjumë të gjatë. Shtrati vjen edhe me një shtyllë për infuzione, nëse dikush ka nevojë të vendos një qese IV. Kjo është shumë praktike për përdorim mjekësor në shtëpi. Në përgjithësi, ky është një shtrat shumë i mirë, i shëndrueshëm, i qetë dhe me çmim të përballueshëm. Më ka ndihmuar shumë gjatë shërimit. Dhe fal ti mund të fle mirë, të zgjohem pa dhimbje dhe të lëviz më lirshëm. Nëse jeni në periudhë rikuperimi ose kujdeseni për dikë që ka bërë operacion, me të vërtet e rekomandoj këtë lloj shtrati. Është praktik, komod dhe e bën jetën shumë më të lehtë. Faleminderit që më dëgjuat dhe shpresoj që përvoja ime t'ju ndihmoj të gjeni më shumë rehaki dhe lehtësi në shërimin tuaj. Kalofshi mirë dhe uroj shëndet për të gjithë.